Edhe pse ata kanë përgjegjësi personale që i çuan parat atij, se për hir të vërtetës, kushdo që kishte parat në bank nuk i humbi. I humbën këta që i jepni një dhoni të merrni 3. Kaq idiot. Kaq idiot, të hapësh jetë marrësh 3. Të gënjej sudja, të mastroj sudja. Ka vend të re. Kush sudja? Një cigane. Sa dorë kanë shërbimet e huaja në këtë rast dhe sa ishte roli i Sali Berishës dhe njerëzve të tij në skemat piramidale, por edhe në ngjarjet tragjike të vitit 1997? 100%. 100%. Shërbimet e huaja dhe Sali Berisha brenda. Absolutisht po. Tani dalin për telakrorit, se nuk i dim. Unë kam vajtur dhe i kam thënë Sali Berishës, nxirr popullin në rrugë, i kam thënë. Pa e ditur që Sali Berisha që vetë ai që talle me shqiptarët dhe kishte në program për të tallur shqiptarët edhe për të bërë xhiro në bulevard. I mirë i sillnin që nga Saranda, Gjirokastra, Tepelena, Vlora, Korça, Përmeti, dhe kur ktheheshin u jepte një pilaf të Pilolala në Rogozhin. O zotri, është tallur me demokratët. Dhe ata demokratë budallë ben akoma pas tij. Dhe të vjen, ta mbështesin, dakor. Pse nuk u kthyen të gjitha parat e firmave piramidale ku shqiptarët i futën ato pas vitit 1997, 98 më pas? Pse i morën vetë pushtetarët? Ka që thjesht, u hapën shoqëri sigurimi. Shikoni me ku vajtën parat e TVF-s. Ka që thjesht. Shkoni pyesni Farudin Arapi. Pyesni Farudin, se i di mirë ai. I di mirë fare ai. Jo janë këtu parat. U avo dhën, u agrabitën me pushtet, me karrike. Ja, këta janë gangsterët e Partisë Punës. Këta janë. Kjo është zbatimi në praktikë i orientimit dhe i urdhrit që dha ai kriminali tjetër, ai Turimiu, Ramiz Alia, që tha pushtetin Shqipërinë e kemi ndërtuar neve, tha dhe do ta gëzojmë neve. Ja, këtu materializua. Merë shikoj, më gjej një nga pronarët e shoqërive të sigurimit, që sigurojnë makinat e tjera, që të mos ketë qenë lidhur me Partinë e Punës. Më gjeni një vetëm. Asnjë. Janë të tërë bashkëpunëtor ose komunistë të Partisë Punës. Them asnjë, po e theksoj, asnjë. Si është e mundur që Berisha u largua në vitin 1997 me armë dhe më pas në vitin 2005 u rikthye me votë dhe sot kërkon të rikthehet sërish në pushtet për të bërë kryeministër në zgjedhjet e 11 majit? Qoftë kur u largua iku me urdhrin e atyre që sollën në pushtet, qoftë kur u kthyen po ata. Ju e dini që pushteti në Shqipëri është ndërruar gjithmonë poshtë tavolinës, nuk është ndërruar me vota. Asnjëherë si janë bërë vota të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Asnjëherë. As nga Salihu, as nga Fatosi, as nga Ramizi, as nga Edrama, asnjë zgjedhjet, ta shquajtura zgjedhje janë bërë zgjidhje poshtë tavolinës. Prandaj janë ata që kanë mbështetur dhe ata që po e mbajnë akoma. Ata që po e mbajnë akoma. Sali Berisha duhet vej se s'bën t'jap llogari dhe të hetohet për këto që thash unë. Jo shumë, se vrisim më shumë, vetëm këto. Zoti Islami, a mund të themi që me qeverisjen e Berishës dhe më pas 2013-s me qeverisjen e Edi Ramës kemi të bëjmë po njësoj si firmat piramidale me Suden dhe Xhaferin që vetëm vjedhin qytetarët shqiptar? Është më keq akoma, se tani Sudia dhe Xhaferi u vodhën parat. Kurse ky nëpërmjet hipotekave u rrëmben pronat, u tjetërson pronat. Ky bandit, ky kriminal, ky fëlliksir ndërkombëtare që quhet Edi Rama. Ky po u merr pronat o zotri, po u merr tokën, po u merr shtëpit. Me erdhi partije, një zonjë nuk e di, ja u kam thënë apo se ja u kam thënë juve, që duan t'i marrin se s'bën shtëpin, e i thonë vete i zoti tokës, s'kam punu, i thotë se ç'ke bërë ti me ndërtuesin e pallatit. O zotri, e kam me hipotek shtëpin që e kam blerë nga ndërtuesi i pallatit. Me ndërtuesin e pallatit dhe të merret shteti. Me tokën, me rruti që ke bërë marrëveshje me ndërtuesin e pallatit. Çdo me shtëpinë time. Jo, duan të marrin shtëpinë e asaj, se e kanë më të shkëlqyer. Këta të vjedhin me hipotek.
Këta vjedhin me hipotek, vjedhin me në punësit e tyre në hipotek. Pik. Nuk e keni vënë re që çdo muaj, çdo javë ndrojnë drejtorët e hipotekave? Zoti Islami, përballë kësaj gjendje në cilën ju i bët një rezume, po themi që nga vitet 1990 e deri më sot, çfarë do duhet bëjnë shqiptarët? Ajo që duhet të bëjnë, nuk mund ta bëjnë sepse jemi në kohë tjetër. Por ajo që pritet të bëhet është që të bëhet qeveria teknike, të qërohen këta nga pushteti, ashtu si është programi i shqiptaro-amerikanit, që ka ardhur këtu në Shqipëri, të qërohen këta nga pushteti, të bëhet republikë presidenciale, të ndryshojnë gjithçka në Shqipëri dhe mbas këtij momenti do kalojnë në sit, ta dinë mirë punojësit e hipotekave, ta fiksojnë mirë se të mos mendojnë se do t'i shpëtojnë kësaj përgjegjësie. Cili do që ka bërë ta shqyrtuar mbi vendosje apo ndryshimin e gen planeve dhe të hartave kadastrale, që një korrigjim të hartës kadastrale e kam në zyrë zotëri, duke pasur originalin me cilin kisha marrë pronin dhe të korrigjuarin nga banditët e hipotekës. Ndaj them që kriminali numër 2 në Shqipëri është ministri i drejtësisë që ka vënë atë strukturë të hipotekave në punë. Zoti Islami, si e shikoni të ardhmen e Shqipërisë? Po marrim vitin 2030 dhe deri në këtë vit, a mendoni se klasa politike, kjo aktualja, do të pastrohet nga sistemi i drejtësisë dhe a do të kemi një bashkim të Kosovës me Shqipërinë, gjë e cila mund krijonte atë perspektivë që e presin shumë shqiptar? Kam besim të plot që do ndodhë kështu siç e thatë juve, sepse besoj te Amerika. Është vetëm shpresë që na ka mbetur, e vetëm shpresë që i ka mbetur shqiptarëve është Amerika. Nëse nuk na shpëton Amerika, ne atëherë duhet të ikim në asyt këmbët, të shesim që kemi ku kemi në kemi mundësi të shesim, edhe të zhdukemi që këtej, sepse që nga vendosur që të shuhet Shqipëria. Po jo zotëri, Shqipëria nuk do shuhet, po Shqipëria do t'i bashkohen copat, llokmat e mëdha që ka kputur Londra e 1913-s. Llokmat që ka kputur, që ka marrë Greqia, Çamërin, që ka marrë Serbia, Kosovën dhe Medvej, Luginën e Preshevës dhe Medvej Bujanovës, që ka marrë Splavë Gucia, që ka marrë Malizi, do t'i bashkohen trumut mënd. Nuk jam pesimist, jam optimist dhe besim plot që do bëhet kjo që thash ashti, do qërohen këta nga pushteti dhe do bashkohen pjesët e grabitura me trungun mënd.